normal që jemi optimist, jemi servitur shumë mirë në fazën përgatitore. Shkojmë me besim se do e kalojmë Astana, do kalojmë turën tjetër. Vitin e kaluar Dinamo shkoi deri në play-off. Çfarë do të bëjë ndryshe këtë herë ndoshta të shkojmë? Shpresojmë të bëjmë atë ecuri që bëm edhe vjet, paktën shkojmë deri në play-off, se jo edhe më shumë, duke kapur grupet e Conference League-s. Si e shihni dinamikën e vitit krahasimin me vitin e kaluar? Lojtarët që janë larguar, me thënë drejtën, kanë pas shumë cilësi. Shpresoj që mos ketë ndikim ke ne, edhe kam besim që lojtarët që kanë ardhur do bëjnë edhe ato shumë mirë, sepse forca e Dinamos nuk është individi, por është grupi në tërësi. Sa të rëndësishme është ndeshja e parë? Është shumë e rëndësishme. Faleminderit.